Dashi, sot zemra juaj do të ndriçojë si një yll i largët, duke sjellë ngrohtësi në marrëdhëniet tuaja. Trokit në dyert dhe mundësive të reja për të zgjeruar horizontet e karrierës. Ndërkohë, mos harroni të mbani një qëndrim të matur ndaj shpenzimeve, pasi mund të paraqiten disa zgjedhje joshse. Nëse ndjeni që energjitë e brendshme janë paksa të paqarta, një shëtitje në natyrë do të sjellë qetësi. Besoni në zërin e brendshëm, pasi ai do të jetë udhërrëfyesi juaj më i besueshëm. Kujdes me fjalët, ato mund të jenë ura, por edhe pengesa. Në mbrëmje, një moment i qetë me miqt ose familjen do të rikthejë harmoninë. Lëreni zemrën të udhëheqë çdo hap që ndërmerrni. Demi, sot energjitë janë në harmoni duke sjellë një ndjenjë qetësie dhe reflektimi. Në punë është momenti ideal të rishikoni prioritetet dhe të fokusoheni në qëllimet e afatgjata. Mund të keni mundësi për të ndarë ide inovative, prandaj mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja me besim. Në çështjet e zemrës, komunikimi është çelësi kyç për të sjellë më afër partnerin ose për të thelluar miqësitë. Nëse jeni beqar, takimet e rastësishme mund të sjellin përvoja të këndshme. Financat kërkojnë vëmendje, planifikoni shpenzimet me kujdes dhe shmangni blerjet e nxituara. Ndjenjat e sotme ju ftojnë të shijoni momente të vogla gëzimi me njerëzit e dashur dhe të kënaqeni me vogëlsitë që ju përmbushin shpirtin. Binjakët, dita e sotme sjell energji të reja që do të ndriçojnë rrugën tuaj. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të zhbllokojë çdo keqkuptim që mund të ketë lindur së fundmi. Merrni pak kohë për të dëgjuar dhe për të ndarë ndjenjat tuaja me të tjerët. Në punë do të ndjeni një shpërthim idesh kreative që do të impresionojnë kolegët dhe shefat tuaj. Kushtojini vëmendje detajeve, pasi ato mund të bëjnë ndryshimin mes suksesit dhe dështimin. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni me kujdes. Sot është një ditë ideale për të reflektuar mbi qëllimet afatgjata. Lërini mendimet të rrjedhin lirshëm dhe besoni në instinktet tuaja. Qetësia e brendshme do ju ndihmojë të gjeni balancën e duhur. Daforia. Dita e sotme sjell një val ndjeshmërie që do të ndikojë në çdo aspekt të jetës. Në dashuri është momenti i duhur për të ndarë mendimet dhe ndjenjat më të thella me partnerin. Hapja do të forcojë lidhjet dhe do të sjellë një ndjenjë mirëkuptimi të thellë. Në aspektin profesional, një mundësi e re do të trokas në derë, kështu që qëndro sy hapur. Vendimet financiare kërkojnë maturi, është mirë të analizosh çdo detaj para se të marrësh një hap të madh. Ndërsa dita avancon, mund të ndjesh nevojën për pak kohë për veten. Mos hezito ta bësh këtë, pasi do të mbush me energji të reja. Merr frym thellë dhe përqafo ritmet e qeta të ditës. Luani. Dita juaj nis me një energji të mrekullueshme, duke sjellë frymëzinë në çdo hap që ndërmerrni. Në sferën e dashurisë, zemra juaj ndriçon me ngrohtësi dhe ndjeshmëri, duke krijuar një hapësirë të veçantë për të dashurit tuaj. Në punë, sot është dita ideale për të pranuar sfida të reja dhe për të treguar aftësitë tuaja unike. Nëse keni projekte në pritje, mos nguroni të mblidhni kurajin dhe t'i nisni. Financat kërkojnë vëmendje, ruani balancën dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Jetoni momentin dhe dëgjoni intuitën tuaj, sepse zbulimet personale janë pranë. Shijoni çdo çast dhe lejoni që vibracionet pozitive të udhëheqin rrugën tuaj. Një surprizë e këndshme mund të shfaqet nga një burim i papritur. Birgjeresha. Sot është një ditë e mrekullueshme për të pasur qartësi mendore dhe për të planifikuar të ardhmen. Mëngjesi nis me një energji pozitive që të ndihmon të përballosh çdo sfidë. Në dashuri është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me dikë të veçantë. Nëse ke një bisedë të rëndësishme, zgjidh fjalët me kujdes për të krijuar një lidhje më të thellë. Në punë, fokusohu në prioritetet kryesore dhe shmang çdo shpërqendrim. Të ardhurat financiare do të stabilizohen, por është e rëndësishme të mos bësh shpenzime të paarsyeshme. Përfito nga mbrëmja për të çlodhur dhe për të lexuar një libër të mirë që të ushqen shpirtin. Dëgjoj instinktet e tua dhe ndiq rrugën që të sjellë paqe. Dashuria. Sot universi flet me zërin e harmonisë. Në dashuri, merrni kohë për të dëgjuar zemrën tuaj dhe të partnerit, pasi komunikimi do të përmirësojë marrëdhënien tuaj. Në punë, qëndroni të hapur ndaj ideve të reja. Një mundësi e papritur mund të shfaqet që kërkon mendime kreative. Kujdesuni për shpenzimet e vogla që mund të kalojnë pa u vënë re, pasi planifikimi financiar i ditës do të jetë i rëndësishëm. Ndjeni të qetë dhe të balancuar, gjë që transmeton paqe tek ata që ju rrethojnë. Në fund të ditës, një shëtitje e qetë në natyrë do të rinjallërojë energjitë tuaja të brendshme. Lejoni mendimet të rrjedhin si ujë i pastër, duke ju ndihmuar të përgatiteni për sfidat e ditëve në vijim. Akrepi.
Dita e sotme vjen me energji të reja dhe mundësi për reflektim të thellë. Në dashuri, zemra juaj është gati për të ndarë ndjesi të thella dhe të sinqerta. Mos kini frikë të shprehni ato që ndjeni, pasi kjo do të forcojë lidhjet tuaja. Në aspektin profesional, shfrytëzoni intuitën e mprejtë për të marrë vendime të rëndësishme. Një zgjidhje krijuese mund t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e ditës. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, planifikoni me kujdes dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot është koha e duhur për të ndjerë harmoninë me natyrën dhe për të rigjetur paqen e brendshme. Dëgjoni zërin e zemrës dhe lejoni që ai t'ju udhëheqë drejt një qetësie të merituar. Shigjetari. Me 28 janar, qielli ju ofron një moment të mrekullueshëm për reflektim të brendshëm dhe për të harmonizuar mendimet me zemrën tuaj. Sot, energjitë kozmike favorizojnë bashkëpunimin dhe ndarjen e ideve me të tjerët. Në aspektin e punës, përpiquni të qëndroni të organizuar dhe të përqendruar në detyrat prioritare. Mund të hasni një mundësi për të shfaqur talentet tuaja në një mënyrë unike. Financat tuaj kërkojnë vëmendje dhe kujdes, duke u siguruar që të mos bëni shpenzime të panevojshme. Në dashuri, hapeni zemrën dhe dëgjoni me kujdes partnerin tuaj, pasi sot mund të zbuloni diçka të re dhe të bukur për ta. Mos harroni të mbani një moment për veten, ndoshta me një libër ose muzikë qetësuese për të rigjeneruar shpirtin. Briciopi. Sot, emocionet mund të ngatërojnë mendimet dhe t'ju bëjnë të ndiheni pak të hutuar. Merrni kohë për të reflektuar mbi ndjenjat tuaja dhe lejoni që instinkti t'ju udhëheqë. Në sferën e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të hapë zemrat dhe të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe mos u shpërqendroni nga çështjet e vogla. Angazhimi juaj do të vlerësohet së shpejti. Financat kërkojnë kujdes, kështu që shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni për të ardhmen. Harmonia me ata që ju rrethojnë do të ushqejë shpirtin tuaj. Kujdesuni për shëndetin emocional, një shëtitje e gjatë në natyrë mund të jetë mjaft pastruese. Besoni në rrugën tuaj dhe gjithçka do të marrë drejtimin e duhur. Ujori. Sot, energjitë e universit të ftojnë të zbukurosh ditën me optimizëm të ri. Në punë, pritet një mundësi e papritur që mund të sjellë përparime të rëndësishme në karrierë. Ndaj, qëndro i hapur ndaj sfidave të reja dhe mos nguro të shfaqësh idetë kreative. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme, duke ruajtur balancën. Në sferën e dashurisë është një ditë e mrekullueshme për të ndarë momente intime me partnerin ose për të krijuar lidhje të reja për beqarët. Lër zemrën të udhëheqë dhe dëgjoj intuitën tënde. Kujdesu për shëndetin mendor duke kaluar kohë në natyrë ose duke medituar. Qielli sot është i ndritshëm dhe plot shpresë për ty. Peshqit. Sot, një ndjenjë e thellë qetësie do të mbush zemrën tuaj, duke ju bërë të vlerësoni bukurinë e momenteve të vogla. Në marrëdhënie, komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të zgjidhur çdo paqartësi. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, pasi partneri juaj është më i gatshëm se kur të dëgjojë. Në punë, një ide e re do të tërheqë vëmendjen e një eprori, ndaj mos kini frikë të dilni në pa. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, ndaj shmangni shpenzimet impulsive. Meditimi ose një ecje e gjatë në natyrë do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin emocional. Sot është një ditë për të ndjekur qiellin tuaj të brendshëm, duke i dhënë vetes hapësirën për të ëndërruar dhe për të rilidhur me pasionet tuaja.